qërimi ka qenë tepër i fortë moralisht. Qërimi pas plagosjes, pas humbjes dorës, si djali i ri 20 vjeçar ai na ka dhënë ne moral. Pra, mu syt më kanë pa bo varë për i qajt, sa herë që më duhi dora ime e djathtë, më shkonin latet, qërimin e jepte moral. Arsyeja që nuk e ka bërë këtë është se 2 vite 3 pas lufte ka bërë një protezë, po ka qenë shumë e papërshtatshme, e rënd, thjesht e pengon të shumë qërimin si pjesë e huja, pjesë e vdekur, dhe tha unë ma mirë ndina pa dorë. Dhe ky nuk ishte absolutisht interesuar për protezë. Kaluan vitet dhe ne gjithu mësuam se qërimi nuk do në protezë dhe ne su interesuam fare asnjë. Me një fjalë e normalizuam këtë situatë. Arsyeja pse ndodhi tash, që ndoshta s'kish ndodhur asnjëherë, është fakti që në muajin nëntor djali i qërimit 14 vjeçar u diagnostikua me leukemi. Dhe ne na tronditi gjithëve këtu në New York dhe përjetum tepër rënd, po pastaj unë e mora veten më shpejt natyrisht dhe provoja ta luaja psikologun me qërimin. Një ditë për ditë qërimi kishte pas probleme të theksuara, pak shtrëngime në gjokse e tjera dhe unë e thras një mjektimin këtu shqiptar, cilin e përshëndes shumë, është ndër djemt të kombit që na bën krenar këtu, Sulejman Qelaj. Dhe i them se qërimi ka probleme shëndetësore, ai është kardiolog tash, dhe e ka tejkalu ato normat normale që ishin bazë analizave, thëmë edhe s'kemi kohë për termine. Ta shpend bjerët mërkure, një binte pas 2-3 ditëve, bjerët mërkure në spitale dhe e qojun atje. Në ndërkohë doktori thot, pse shpend s'po provon me gjetë një protezë, kanë dalë teknologjitë e fundit janë shumë të mirë atjera. Dhe unë i spjegoj doktorit, thëmë, po shiko, nuk kemi interesuar se qërimi s'ka dasht këtë pjesë të hujën në trup, ka dasht me ndajt original pa dorë. Dhe kjo ishte e vërtet. Dhe ne të tjeret si kur mësuam dhe nuk e provuam me lëndu ma shumë. Po pas si përfundoj vizitat e mjeku dolem për kafe, unë edhe qërimi dhe gjatë bisedës, e kuptova që qërimin vërtet se ka mundu ajo punë deri 2 vitet e fundit. Por 2 vitet e fundit kiste fillu me mundu shumë, pa ka mbajt në vete. Dhe në atë moment deri sa ne fati ka dash që gjitha ta fishet që i ka pas në dorë ata plumba, nuk ju kanë dëmtuar nervat, i ka të gjitha funksionale, dhe kjo bën shumë të lehtë punën e përdorimit protezës elektronike, sensoret janë shumë aktiv. Dhe derisa ka provuar protezë, nuk ka ditë me mendu që do të ketë një provokacion ashtë madh emocional, dhe do të mendon që jeta është 1.000.000% krejt ndryshe. Aty ka shku vetëm atë ditë me provu, pastaj kur kom fol me ta kom pa që ka shumë emocion, edhe ma kom vendos tani për të ketë vizita tilla mos me lanë vetëm dhe kjo ishte arsyeja që isha dje me të. Dhe në fakt, kur e vendosi dje protezën, nuk e kuptoj në për çfarë emocioni kam kalu. Në kthente para luftes, gjatë luftes, pas lufte, ishte një rrëmujë e madhe emocionale dhe erdhi deri te momenti me vendos në përcaktimin e protezave, të 3-4 protezave aty cila me u marë, cila mu vendos. Funksionet ishin të njëjta, po kishte nuanca që dallonin. E vërtetë është se ne kemi qenë 4 vëllezër dhe baba, po është shumë interesant që ne nuk kemi qenë asnjëri me tjetrin. Kemi qenë të gjithë veç e veç, ndoshta edhe për faktin se lufta na shpartalloi në një farë mënyre, po kemi pas edhe një parim që në rrethana të tilla të mos jemi të gjithë vëllezërit bashkë, as mos zbritëm të gjithë, po as të mos bim në emocion nëse vllau plagoset ose tjetri që të shkojmë emocionalisht dhe të humbim. Mirë po, ne kemi pas nënën, sepse prindët e mi kanë pas 12 fëmijë. Kanë qenë gjysma prej tyre shumë të vegjël, unë kam qenë i dyti në radhë, po isha 24-25 vjeçar, të tjerët shumë të rison. Dhe ne kemi kthyer babain tonë në gjysmë në rrugës, i kemi thënë që të shkon edhe të vendoset ku ishte nëna në një pru atje me fëmijët e vegjël. Ai, pasi është kthyer, duke dëgjuar gjithë ato të shtëna, thot si ka mundësi unë me u kthye 4 djemt në flant, edhe u kthy mbrapa. Fati e ka dashur që ai është taku pikërisht me vllaun qërimin para se të plagoset, dhe në momentin e plagosjes është pikërisht babai që e ka bërë tërheqjen e tij në rrethana tepër të vështira, i ndihmuar nga një luftëtar i lirisë që dua ta falenderoj, ta përshëndes nga këtu, Erol Rexhepi. Nuk disha mu gëzua, mu jëdhnu, sepse unë e dija se ka vdekur, dhe kur tha ka humb dorën, pak u gëzova që është gjallë, po tani fillova shqetësimin se nuk e dija në cilat përmasa është amputu dora. Kam shku në spitalin ushtarake, kam gjetë, kam njoftu familjen, dhe jam marrë me qërimin për 1 muaj në spitalin ushtarak në Tiranë, që do të thotë kam prirë gjitha obligimet e tij sikur një prind që i kryen për një foshnjë.